Le të futemi pak në prapas skenat e mendjes son, për të zbuluar ato forsat e fshehura që, pa e kuptuar, formësojnë vendimet tona më të rëndësishme profesionale. Sepse ajo që ndodh brenda kokës tonë, kur mendojmë se jemi plotësisht logjik, është një histori krejt tjetër. Dhe kjo na çon tek pyetja kryesore. Sa racional jemi në të vërtetë? A jemi vërtet ata arkitektët e ftohtë që peshojmë çdo fakt me saktësi absolute? Apo mos jemi më shumë si artist që pikturojmë realitetin me ngjyrat e emocioneve tona, shpesh pa e ditur fare? Ja ku është konflikti i brendshëm. Të gjithë duam të besojmë se jemi ne, piloti logjik, ai që mban timonin, por e vërteta është se shumë shpesh kontrollin e merr një pilot automatik emocional, i cili vepron para pyetur fare. Dhe pikërisht këtu gjërat bëjnë interesante. Dhe ky është thelbi i gjithçkaje. Shumë shpesh vendimi merret në një fraksion sekonde, nga zemra, nga instinkti. Dhe pastaj mendja jon logjike vjet në punë, ndonjëherë për orë të tëra, jo për të gjetur të vërtetën, por për të ndërtuar një justifikim të përsosur për atë që tashmë kemi vendosur. Mirë, tani le të flasim për sabotatorin më të madh të vendimeve tona, egon. Do të shohim se si nevoja jonë e thellë për të mbrojtur imazhin ton, për të pasur gjithmonë të drejtë, na ngre kurthe nga të cilat është shumë e vështirë të dalësh. Le të fillojmë me kurthin më të zakonshëm, paragjykimin e konfirmimit. E thënë thjesht, kjo është tendenca jonë për të dashuruar me informacionin që mbështet atë që ne tashmë besojmë, dhe për të injoruar gjithçka që e kundërshton atë. Kjo është një analogji perfekte. Imagjinoni trurin jo si një shkencëtar objektiv, por si një avokat mbrojtës tejet i Zoti. Qëllimi i tij nuk është të zbulojë të vërtetën, jo. Qëllimi i tij është të fitojë çështjen që ne kemi vendosur paraprakisht se duam ka fitojmë. Dhe kosto e kësaj në botën reale është e lartë. Imagjinoni një menaxher që ka krijuar një opinion negativ për një punonjës. Nga ai moment, çdo gabim i vogël zmadhohet, bëhet provë. Çdo sukses, ishte thjesht fat. Pa e kuptuar, menaxheri ndërton një realitet fals vetëm për të provuar se kishte të drejtë, duke shkatruar talentin dhe moralin e gjithë ekipit. Tani, kalojmë tek një tjetër mekanizëm mbrojtës i egos, paragjykimi vetë shërbyes. Ky është klasik. Është mënyra jone e brendshme për të marrë të gjitha meritat kur gjërat shkojnë mirë dhe për t'u hedhur fajin tjerëve kur gjërat shkojnë keq. Dhe ja si duket në praktik. Kur projekti ka sukses, dëgjon, ishte vizioni im, strategjia ime, unë e bëra. Por, kur i njëjti projekt dështon, narracioni ndryshon menjëherë. Tregu ishte i paparashikueshëm, ekipi nuk e kuptoi vizionin, pra, suksesi jam unë, dështimi janë ata. Këtu qëndron problemi i madh. Ky mekanizëm mund ta bëjë një lider të ndihet mirë me veten në afat të shkurtër, por për organizatën është helm i pastër. Pse? Sepse një organizat nuk mund të mësojë kurrë nga gabimet e saj, nëse lideri nuk thot kurrë fjalët unë gabova. Mësimi ndalon, përmirësimi bëhet i pamundur. Okej, le të lëm egon për një moment dhe të flasim për diçka tjetër, dembelizmin e trurit. Truri ynë është një makinë e mahnitshme, por është programuar për të kursyer energji. Kështu që ai krijon shkurtore mendore. Këto shkurtore janë të dobishme, por ndonjëherë kur efikasiteti bëhet dobisi, ato na çojnë drejt greminës. Dhe një nga shkurtoret më të rrezikshme është efekti hallo. Kjo ndodh kur një tipar i vetëm pozitiv i një personi na verbon aq shumë saqë ne automatikisht supozojmë se ai person është i mrekullueshëm në gjithçka tjetër. Le të marrim një shembull të thjeshtë. Një person është karizmatik, flet bukur, ka një prani të fortë, të bën për vete. Ky tipar i vetëm është si një dritë e fortë që ndizet. Dhe ja ku ndodh magjia e errët. Për shkak të asaj drite të fortë, ne fillojmë të supozojmë pa asnjë provë se ai person është gjithashtu më i zgjuar, më i aftë, më i besueshëm, një lider më i mirë. Dhe cila është pasoja? Organizatat fillojnë të shpërblejnë teatrin, jo substancën, performancën, jo performueshmërinë. Ja një tjetër shkurtere dembele. Paragjykimi i status quo-s. Kjo është thjesht preferenca jonë e thellë emocionale për të mbajtur gjërat ashtu siç janë, sepse ajo që njohim na duket e sigurt, ndërsa çdo ndryshim, sado i vogël, perceptohet nga truri ynë si një humbje potenciale. Dhe kjo lind fraza më vdekje prurse në çdo biznes. Kështu e kemi bërë gjithmonë. Kjo fjali është vrasi i heshtur i inovacionit. Ndërsa një kompani rehatohet në këtë mënyrë të menduarit, bota jashtë saj po fluturon me shpejtësi drite. Rehatia e sotme bëhet stagnimi nesër. Pra,
Folëm për egon, folëm për shkurtoret e trurit. Por, cili është karburanti që i vën në lëvizje të gjitha këto? E po, janë emocionet, fuqia e papërpunuar e tyre. Le të shohim shpejt se si këta motor të padukshëm marrin kontrollin. Merrni për shembull optimizmin e tepruar. Nuk vjen nga qëllimi i keq, përkundrazi, vjen nga pasioni, por ky pasion i pakontrolluar krijon një efekt domino toksik. Besimi verbër çon në plane jo reale. Planet jo reale çojnë në stres dhe cilësi të dobët, dhe në fund, kur dështimi është i pashmangshëm, kujt i vjet faj? Ekipit, jo planit fillestar të gabuar. Pastaj është nevoja për rehati. Ne duam të rrethohemi nga njerëz që mendojnë si ne, që na japin të drejtë, por kjo rehati ka një çmim shumë të lartë, inovacionin. Kur të gjithë në një dhomë mendojnë njësoj, kur krijohet një dhomë njëhone, askush nuk sfidon askënd, dhe mungesa e sfidës është vdekja e kreativitetit. Mirë, i pam kurthet, i pam problemet. Pyetja logjike është, çfarë të bëjmë? A jemi të dënuar të jemi sklever të paragjykimeve tona? Absolutisht jo. Çelësi nuk është t'i eliminojmë ato. Kjo është e pamundur, por t'i njohim dhe t'i menaxhojmë përmes një stërvitjeje të vetëdijshme. Kjo stërvitje ka 4 hapa të thjeshtë. Së pari, ndal. Thjesht krijoj një pauzë të vogël midis asaj që ndodh dhe mënyrës se si reagon. Merr frymë thellë. Së dyti, nda. Nda faktet e thata, objektive, nga historia që po i tregon vetes për ato fakte. Së treti, kërto. Gjej aktivisht dikë që mendon ndryshe nga ti. Dëgjoje. Dhe së fundi hapi më i vështirë dhe më i fuqishëm, prano. Të pranosh gabimin, të thuash gabova, nuk është shenjë dobësie, është shenjë force. Dhe kjo ka rëndësi sepse në fund të ditës, suksesi i madh nuk vjen nga një vendim i vetëm heroik. Ai ndërtohet dalë nga dalë. Është shuma e mira vendimeve të vogla, të përditshme, dhe cilësia e këtyre vendimeve varet tërësisht nga aftësia jon për të përballur me këto kurthe të padukshme. Kështu që, pyetja me cilën dua t'ju lë është kjo. Sa mirë e njeh secili prej nesh këtë armik të brendshëm, sepse të kuptuarit e tij është fillimi i gjithçkaje.